2 vitet e fundit të qeverisjes kanë sjellë një situatë të vështirë për banorët e komunës Posrip. Ndryshimet dhe vendimet radikale të mazhorancës, sipas kryetarit të komunës Posrip Faz Shabaj, kanë krijuar shumë probleme për atë zonë, duke përkeqësuar së tepërmi anën ekonomike. Vitet e fundit kanë qenë shumë të vështira për banorët e Posrips. Është një mungesë e theksuar e punësimit. Qofse kanë punuar në ndërtim se populli i Posrips ka tokë pak dhe popullsi shumë. Kanë punuar në ndërtim, sot me fjalën në lohën ndërtimet, kanë dalë qindra vetë nga Posripat pa punë, qindra shofera, bizneset e landet ndërtimit, nuk shesin më hekër dhe beton si shkanë shit, duralumini, hidraulik, elektricistat, të gjithë kanë me të pa punë, pa shpresë. Një numër i madh familjesh janë larguar nga Posripa drejt vendeve të ndryshme të Europës vetëm 2 vite e fundit, tregon kryekomunari Shabaj, dhe kjo vetëm për shkak të pamundësive që ka shkaktuar qeveria dyqes Rama Meta. Unë shoh me keqardhje si qindra njerëz nga Posripa kanë ikë në Mërgim, përpiqen të gjejnë jetë më të mirë në Mërgim sepse nuk kanë shpresa. Gjatë këtyre viteve ka ikë shpresa, kanë ikë me shumicë. Mund të jenë edhe deri në 300 familje kanë ikë. Edhe po ti shumëzoj me 4, sa bojnë më ne? Vetëm 2 vitet e fundit? Vetëm 2 vitet e fundit. Bile vitin e fundit. Me keqardhje them sepse është një pa shpresë, është nuk janë familje si kanë duke pas pak tokë që trajtojnë vetëm me ndihmë sociale. Dhe sa ndihma sociale 20 deri në 30.000 lekë në muaj. Është minimum jetesë, nuk ka ku shkon më. Po punove, Posripas ka pas çdo familje ka pas 1 ose 2 që kanë punuar në ndërtim. Sot nuk ekziston më kjo punë. Sot është ligji me punu thot në tokën tane deri 1 vit burg. Me punu në tokën e tjerë deri në 8 vite burg. Komuna e Posripës është një prej atyre që pas zgjedhjeve vendore të 21 qershorit nuk do ekzistojë më, sepse do bashkohet me Bashkinë e Re të Shkodrës për të shpresuar për një ndryshim të realitetit të vështirë ekonomik që është atje.